mos më arrit me bo 1 megawatt. Në 5 vjet mund kishar marrë. Nuk janë bërë që 27 vjet, ju më do me dash për 2-3 vjet me bo, por 27 vjet asë në megawatt ka pos llogari Kosova kekun me shkym krejt, kecet momentalisht. Jo, po du më të thonë që... Pse ka prioritet energjia, se energjia ndikon në kostën e secilit biznes, në kostën e secilit produkt dhe në kostën e secilës familje. Dhe më thonë, është baza. Pa pas energji të lirë dhe pa pas energji të përballueshme, as mundet me funksionu prodhimi, as nuk të vinë investitorët, e as qytetarët nuk e kanë net me pagu faturat e rrymës në fund të muajit. Prandaj ka fokus energjia. E dyta, duhet e ditë këtë prioritet. Mos më arrit me bo 1 megawatt. Në 5 vjet mund kishar marrë, edhe me dalë me mbrojt. E treta, janë shumë projekte, domethënë, është edhe gazi i lëngshëm amerikan, të tjera keni zgjedh prioritet me shku në bateri. Nuk shkohen në bateri kur e ki problem përballimin e çmimit të energjisë elektrike. Bateritë janë luks. Koha. Po megjithatë keni zgjedh e dyta. Veç pak, moje që ato reagimin për çdo 30 sekonda. Po, patjetër se ato që po e thot është vërtet që do të diversifikojmë energjisë, jo vetëm të fokusohet, si thashëm, edhe te bateritë, po edhe te solarët, edhe me erë, edhe gazifikimin e thëngjillit. Gjitha këto janë pjesë e strategjisë energjisë. Do më thonë pse se keni pas strategji 5 vjet me majt me 50%. Nuk janë bërë që 27 vjet, ju më do me dash për 2-3 vjet me bërë, por 27 vjet asë në megawatt energji nuk është rrugë. Unë ju respektova asë në ndërhyrje spata, po ta mirë kuptimin, ju lutem dëgjome se qytetarët janë të interesuar me dëgju çka po flasim ne. Se besoj që ne njihemi edhe mund të flasim edhe për kafe të bisedojmë për tema. Mirë, po është me rëndësi qytetarët dëgjojnë çka po flasim. Okej, kuaj. Kështu që nuk është punu. Edhe krahasimet që thash me 2019, me 2026 nuk zën vend, se në kontekst kohës thashun në atë kohë 18 euro kon megawatt energjisë elektrike. Ka pas llogari Kosova kekun me shkym krejt. Heq mos me prodhu, veç me ble energji se u kon 18 euro, ma lirë sa 30 euro që është keku, kecet momentalisht. Jo, po du më të thonë që duhet krahasimi, duhet në kontekst kohës. Faleminderit. Ka qenë ma lirë me ble energjin sa me prodhu.